Kush është farmasi, cilat janë produktet e Dr. Situnës, ku prodhohen e kështu me radhë, janë gjithë këto pyetje që ju keni. Prandaj sot do ju marr në fabrikën më të madhe në Stamboll, aty ku prodhohet gjithçka. Ka një sipërfaqe gjigante, 100.000 metër katror. Imagjinojeni sa gjigande është, ku prodhohet çdo gjë. Që nga lënda e parë që janë këto mikrokrizatu plastike që krijojnë amballazhe dhe shishe deri te produkti final që ne përdorim çdo ditë. Imagjinoni pak, nga një kokrizë vogël këtu krijohet një shishe shampoje. Kjo fabrikë ka mundësi të prodhoj deri në 1 milion njësi produkti në ditë. Këtu prodhohet çdo gjë, duke filluar që nga kapaku, shishe, amballazhi, logoja dhe formula. Ja dhe këtu po prodhohet maskara më e famshme Pharmacy Double Lash me 2 hapje, që është një ndër më të shiturat në Shqipëri. Gjithashtu Pharmacy ka vënë në punë shumë mjete robotike në mënyrë që të lehtësojnë procesin e punës. Dhe përveç robotëve punojnë 2500 njerëz në këtë fabrikë. Këtu jemi te prodhimi i buzëkuqve që ne vdesim dhe këtu jemi te pjesa ku procesohen pakot për zonën e Stambollit. Pharmacy tashmë operon në 125 shtete dhe është duke u rritur me hapa gjigant në të gjithë botën dhe ne jemi shumë të lumtur që kemi një kompani të tillë në Shqipëri. Prandaj herës tjetër kur të porosisni, shikoni pak produktet që porosisni, ku prodhohen, fabrikat, kushtet në të cilat ato prodhohen. Sepse ne me Pharmacy i kemi parë çdo gjë live, çdo produkt që sugjerojmë dhe ju tregojmë, prandaj ju sugjerojmë pa merak. Kështu që gëzuar nga mua dhe nga kompania Pharmacy.